Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti kërkesën për uljen e taksave mbi karburantin. Berisha shfrytzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të theksuar se regjimi fiskal mbi naftën duhet të ndryshojë rrënjësisht për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Kërkon me çdo kusht përmbysjen e sistemit fiskal aktual mbi litrën e naftës. Sistemi i cili ka në bazë një taks për 1.1 euro për litër naftë, një marrëzi, një taks që të i kalon çdo vend tjetër të planetit. Sipas Berishës, sot nafta rëndon mbi xhepat e qytetarëve shqiptar më shumë se në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe në qoftë se e proporcionon me të ardhurat, një gjerman shpenzon për naftën 1.25% të të ardhurave ditore, një shqiptar shpenzon për naftën 7.3% të të ardhurave ditore, 7 herë më shumë, 6 herë më shumë. Përtej debatit për situatën e rritjes së çmimeve, Berisha para deputetëve demokrat foli edhe për gjykatën e lartë dhe mbledhjen që ajo do të zhvillojë nesër për masat e sigurimit personal. Sipas Berishës, ky vendim i ri i gjykatës lartë do të shërbejë për lirimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia nga Burgu. Nesër, sadushi, në një akt që kërcënon absolutisht sigurinë e Shqipërisë dhe të vendeve të rajonit, del me vendimin që ata që janë para burgim, pa vendim të prerë, të dalin. Ky është vendimi Veliaj, por nga vendimi Veliaj përfitojnë me 10 bos të drogës krerët të organizatave kriminale. Pak ditë më parë, Partia Demokratike u nisi një letër ambasadave në Tiranë ku shprehu shqetësimin për vendimin që pritet të marrë ditën e njëjtë gjykata e lartë në lidhje me masat e sigurisë.